Dua ta shfrytëzoj këtë mundësi edhe për të thënë dy fjalë për atë që është edhe temë dite apo që u diskutua në fillim të hapjes së kësaj seance dhe pikërisht me protestën që u zhvillua ditën e shtunë dhe rolin e policisë shtetit në këtë protestë. Do më duhet ta cek, sepse është patjetër një diskutim i cili u bë këtu duke përbaltur punonësit e policisë shtetit dhe sigurisht si drejtuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme kam detyrimin e parë moral, por edhe politik, për të garantuar të gjithë qytetarët që policia e shtetit e kreu detyrën e saj më së miri dhe me përpikmëri. Dua të jem e qartë kur them që policia e shtetit nuk ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Ajo që ndodhi ishte që policia u përball me dhunë. Gjatë tubimit të thirrur nga opozita, punonësit e policisë shtetit, dhe për këtë jemi dëshmitar të gjithë, u sulmuan me molotov, me lëndë piroteknike dhe sende të forta në zemër të kryeqytetit para institucioneve publike të rëndësishme. Dhe si pasojë e këtyre akteve, pati dhe lëndim, 11 punonjës policie u lënduan dhe u trajtuan pranë strukturave spitalore. Policia e shtetit ka vepruar në përmbajtje të plot të rregullave, të ligjit, të standardeve, të profesionalizmit, ka bërë thirrje të vazhdueshme për ndalimin e dhunës dhe për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, dhe vetëm pasi këto thirrje u shpërfillën rreziku për jetën e punonjësve të policisë u bë evident, atëherë institucionet dhe qytetarët gjithashtu ndihen të kërcënuar në këtë situatë, u ndërmorën masa për shpërndarjen e turmës sipas parashikimeve ligjore dhe procedurave standarde operacionale. Akuzat se policia ka përdorur forcë të tepruar apo mjete përtej nevojës janë të pavërteta dhe të pabazuara. Çdo veprim është kryer mbi parimin e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, ashtu siç e kërkon ligji dhe standardet për ruajtjen e sigurisë publike. Dua të theksoj edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme, e themi gjithë këtu me radhë, e drejta për protest është një drejtë kushtetuese dhe e pacënueshme për çdo, por dhuna nuk është një drejtë politike. Hedhja e molotovëve, sulmi ndaj policisë dhe institucioneve nuk është protest, është shkelje e ligjit dhe e cënimit të rendit demokratik. Sot të gjithë duhet të kemi guximin politik për të dënuar dhunën dhe për të mbrojtur rendin, ligjin, sigurinë publike dhe jo të mbrohen autorët e dhunës apo më keq akoma të hidhen akuza ndaj punonjësve të policisë së shtetit, të cilët kryen detyrën e tyre. Policia do të vazhdojë të jetë në shërbim të qytetarëve, të ligjit, të rendit, pa u ndikuar nga presioni politik dhe pa u mbrapsur përballë dhunës. Dua të ndalem gjithashtu edhe tek një rast që është diskutuar së fundmi, edhe për të përdorur opinionin publik, edhe për të bërë manipulim politik dhe emocional patjetër, rastin e shoqërimit të një të mituri. Faktet janë këto dhe janë lehtësisht të verifikueshme nga të gjithë. Gjatë veprimeve të policisë së shtetit, siç e ka bërë të ditur dhe në deklaratat e saj për media, për parandalimin e sjelljeve të rrezikshme në tubimin e 24 janarit, shërbimet kanë konstatuar një të mitur duke gjuajtur me gur dhe sende të forta në drejtim të punonjësve të policisë së shtetit. Për këtë arsye dhe me qëllim të vetëm sigurinë, për të mbrojtur jetën e punonjësve të policisë, por dhe vetë të miturin, ai është marrë për verifikime ashtu siç e parashikon ligji. Nga verifikimi rezultoi se bëhet fjalë për një shtetas 14 vjeçar dhe dua ta them qartë dhe pa asnjë ekuivok. I mituri në asnjë moment nuk është trajtuar në mënyrë të palishme apo çnjerëzore. Ai nuk është mbajtur kurrë në ambientet e përbashkëta me persona të rritur, të ndaluar apo të shoqëruar, por ka qëndruar në një ambient të posaçëm dhe të përshtatshëm për të trajtuar me kujdes të plot në përputhje me rregullat, me parimet dhe me standardet e garancisë ligjore për mbrojtjen e të miturve. Menjëherë pas mbërritjes së përfaqësuesit ligjor, i mituri është lënë i lirë. Askush sigurisht që të nderuar deputet, të nderuar qytetar, nuk është mbi ligjin. Askush nuk duhet i përdor fëmijët për mburojë politike për të justifikuar dhunën. Të gjithë bijem dakord që demokracia nuk ndërtohet me molotov, me sulme ndaj institucioneve dhe punonjësve të policisë së shtetit. Kush nxit dhe përdor dhunë duhet të mbajë përgjegjësi penale dhe politike patjetër.
Policia e shtetit ka për detyrë të garantojë rendin, sigurinë dhe mbi të gjitha të mbrojë jetën e qytetarëve, pa diskutim jetën e të miturve, përfshirja e të cilëve në asnjë rast nuk legjitimohet dhe nuk i shërben askujt, as shoqërisë, edhe aq më tepër forcave politike që dëshirojnë të vinë në pushtet përmes dhunës. Shumë faleminderit. Fjalën e ka zoti Dule, 1 minutë ju lutem. Zonja Zhupa, keni kërku fjalën për procedurë. Zoti Blushi, uluni se unë kam një radhë këtu për procedurën. Ulut lutem. Ulut lutem se kam radhën këtu për procedurë. Uluni dhe do t'ju jap fjalën. Po, zonja Zhupa, keni fjalën për procedurë. Po, faleminderit, zonja nënkryetare. E kam fjalën për procedurë, sepse e para njerë dëgjojmë të pavërteta, me qënëse sa po foli Ministra e Brendshme. Ministra e Brendshme do duhet na thoshte zonja Zhupa, kjo s'ka të bëjë me procedurën, ju lutem. Po tani të lutem, që edhe mos ta prishim rendin e kësaj seance. Po, më lër ta mbaroj dhe do kuptosh ku është procedura. Po kjo s'ka fare lidhje me procedurën, mi dhe që mbaroni. Zonja Spahiu, më dëgjo, se ndoshta duke qenë se ju jeni njeri që merre, po ja ta sqaroj, ju jeni njeri që merr me shëndetin publik. Dhe me shëndetin. E duhet ta dini që kur shteti shqiptar përdor gaz, plotësiellës të skaduar, rrezikon shëndetin publik, zonja nënkryetare, dhe është kundra konventave ndërkombëtare, dhe ju dhe ne si parlamentar duhet jemi të shqetësuar me disproporcionin që ndërmerr policia e shtetit ndaj protestuesve paqësor të opozitës. Duhet jeni shumë të shqetësuar kur rrezikoni të helmoni njerëz, kur godisni invalid, kur çoni në qelit e burgut minoren, sepse këto kanë të bëjnë për standardet që ne flasim për integrimin evropian. Dhe duhet ju vitur kur del këtu sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe thot që është arritje e madhe që 2.2 milion euro shkojnë për një sport që ka qef zoti Klosi, ndërkohë që në këtë vend nuk ka ilaçe në pediatri, në këtë vend nuk marrin pagat infermierët, në këtë vend shkurtohen me akt normativ rast pas rasti buxheti i arsimit, në këtë vend nuk i jepen pagesat e transportit mësuesve që ikin nga një zonë në zonën tjetër, dhe suksesi sipas jush janë 2.2 milion euro për padelin. Ato 2.2 milion euro mund t'i jepni shumë mirë për qytetarët, për ilaçen te onkologjiku dhe për të mirën e këtij vendi. Por këtu jeni katandisur, ku keni humb lidhjen me realitetin dhe si dikur mbretëresha e Francës thoshte pse protestojnë njerëzit për bukë dhe nuk han briosh. Edhe majoranca sot thot çfarë problemi ka, mjafton që ne të bëjmë padel, të mbysim me gaz të skaduar, t'ju shkatrojmë shpronat, t'ju shkatrojmë shëndetësinë, t'ju shkatrojmë arsimin, t'ju marrim qytetarëve gjithçka që kanë nga përjetën e tyre dhe të vim këtu dhe të mburremi me arritje imagjinare. Zonja Spahiu, nuk ka më procedurë më të rëndësishme për një kuvend se sa të kujdeset për shëndetin e qytetarëve dhe për një drejt kushtetuese siç është protesta. Qytetarët atje kanë goditur një institucion i cili është institucioni më i korruptuar në vend si kryeministria, një institucion që është kriminal dhe i lidhur me krimin dhe një institucion që përfaqëson narkotrafikun dhe nuk kanë goditur të policisë së shtetit atje, ku me detyrimin tuaj ju i përdorët si terrorist kundra qytetarëve. Shumë faleminderit. Replik, zoti Klosi. Që nuk e bëj me kolegen, se ja kam thënë kolegës, e mira është si kolege relativisht të re, është të gjoj me vëmendje, edhe mos ta fusi kasetën aty ku s'duhet. Të dëgjoj me vëmendje, edhe të kuptoj pak, se është shumë e rëndësishme që të kuptosh, është shumë e rëndësishme në këtë sallë, ne që kemi mundësi të flasim për njerëzit dhe për qytetarët, të themi të vërteta tona, si që mendoj, mos mendoj që unë dhe zonja Zhupa në këtë situatë mund të kemi qëndrime të njëjta. Pra ma ato që themi, do të keni një lloj logjike në bisedë. E thash shprehmisht në diskutimin tim, buxheti i ri flet për 148.000 familje të cilët shikohen nga skemat e ndihmave ekonomike. Janë 2.23 miliard lek
për mbështetjen e të gjithë familjeve nevojë. E thash me shumë kënaqësi, 15 milion euro apo 1,5 miliard lek jepen për enkologjikun. Dhe të paktën këtu do të thoshte një falenderi. Po ashtu ka 2,3 miliard lek për fermerët, për bujqësinë. E fola dhe këtë. Tani dëgjoj këtë pjesën e Padelit. Edhe prapë dëgjoj me veshët e politikës vjetër. Nuk bëhet fjalë për të mbështetur një sport, i cili për mua është një sport shumë i bukur, por kjo s'ka asnjë rëndësi. Bëhet fjalë për të mbështetur dy aktivitete jashtëzakonisht të rëndësishme ndërkombëtare, që sjellin vëmendje te kjo Shqipëri, që ne duhet ta promovojmë në botë. Sjell vëmendje në këtë realitet tri shqiptar, që për sytë e zonjës Zhupa, ditën kur është e PD-ja është i keq, dhe kur ikën nga PD-ja shkon në shtëpi, është shumë i mirë. Dhe nuk po them kaq, po Po zoti Blushi për replik, për procedurë. Zonja drejtuese e seancës, Zonja drejtuese e seancës, para se të dëgjonim fjalën e diellës në krye të Ministrisë së Brendshme, do të ishte udhës që të kishit shpërndar maska kundër gaz në këtë seancë, sepse ishte, më falë tani, unë ku dëgjova replikat mes ping-pongut dhe Pjadelit, edhe ju do të keni durimin të më dëgjoni. Etikën në parlament, pastaj ju bëni si doni. Kjo që po thoni s'ka lidhje fare me procedurën. Kemi një orë që dëgjojmë replikat mes ping-pongut dhe Pjadelit, apo jo? Tani keni durimin vetëm kujdes me etikën. Keni durimin të dëgjoni qëndrimin që unë po mbaj. Ju kërkova që të shpërndanit maska kundër gaz, sepse fjalimi i diellës ishte një cilësie më të dobët, edhe se i gazit të skaduar që u përdor në protest. Por të pretendosh që arestimi i një minoreni na që nga kujdes, këtë vetë jo një nën, po as një njeri i pa shpirt nuk mund ta thotë. As një njeri i pa shpirt, se nuk është cinizëm. Është revoltues të dëgjosh në këtë seancë se burgosja e një minoreni në qenë ka humanizëm. Dhe kush e thot këtë? E mori fjalën këtu pasi i doli gjumi Ergyst Agasit dhe i dërgoi zëdhënëses mesazh, i tha reago tani. Sepse Ergysti është në Tiranë, nuk është aratisur, jo, këtu e keni. Dhe di shumë mira ku është, se e dim gjithë ku është. Por të pretendosh për shtet ligjor në një vend ku kjo shumicë jo vetëm rëmben taksat, por rëmben me uniforma policie, drejtues opozite dhe qytetar të pafajshëm, është kriminale. Kush e rëmbeu Geron Meçen? Kush e rëmbeu Daniel Shimën? Kush e lejoi killerin me 5 vrasje të ikte me vrap policisë së shtetit? Opozita? A i minoren që ju arrestuat është fajtor? Kush? Kush është përgjegjës zonjë? Se dhe këtë titull nuk e meritoni. Se në qoftë se do të ishit nën, do të kërkoni ndjes për lotët e asaj nëne që nuk meriton të ta shikte djalin në komisariat. Pas ka gjuajtur me gur. Ju i keni vën laku në fyt asaj familje. Si shumicës familjes së shqiptarëve. Kush i rëmben sot qytetarët dhe biznesmenët e ndershëm të këtij vendi? Kush e rëmbeu Ilir Metën, zonjë? Se ke vendim gjykate. Kush? Edhe këto laraskat mbrapa, ju lutem, na i kurseni. Na i kurseni. Zoti, shiko, është hera e dytë që ju të rreq vëmendjen dhe ju e shfrytëzoni rastin që e kërkoni fjalën për procedurë dhe fjala juaj nuk ka asnjë lidhje me procedurën.
Shiko, mos i gjem vend tjetër Laraska, të lutem zotri, kështu që të lutem shumë, mundohuni që ta zhvillojmë seancën me seriozitetin e dur dhe fjalën për procedurë të përmbajeni procedurës. Zoti Dule, keni fjalën, të përgatitet zoti Balla. E nderuara kryesuesi i seancës, të nderuar koleg, ndryshe e kisha konceptuar diskutimin në këtë seancë, por pas fjalës së ministres së Brendshme dëshiroj që të shprehem ndryshe. Me gjithë respektin institucional, zonja ministre, ishit e pranueshme. Nga koncepti politik, nga këndvështrimi njerëzor, po se po, duke qëndruar poshtë flamurit të Bashkimit Evropian edhe më keq. Nuk mund të vini dhe të justifikoni dhunën brutale të ushtruar nga policia, dhe më vjen keq që detyrojmë ta përmend një nga viktimat e asaj dhune është edhe folësi nga ky podium, që nuk ishte me vete asnjë çakmak. Duhet të jepni llogari se jeni kapur me dashin e kopes në kuriz duke vjedhur si çdo populli. Keni hedhur gaz lotësjellës të skaduar. Është krim. Ne i mbanim si dëshmi në përgjepa bombolat e gazit lotësjellës që hodhën forcat tuaja. Dhe në vend që të kërkoni një ndjes, të vini përpara përgjegjësisë, zinxhiri komandus që dhan këto urdhra të papajtueshëm me ligjin dhe me kushtetutën, juve vini për të bërë kryetarin e grupit tuaj parlamentar të nënqesh nga mos kuptimësia e situatës së krijuar nga sjelljet e tilla. Nuk është era e parë. Është vënë re se individ dhe segmente të forcave të sigurisë kanë devijuar nga detyrat e tyre kushtetuese. E kemi vënë re edhe në sallën e kuvendit, ku përtej respektit për shumicën e pjesëtarëve të gardës, duhet të theksoj se disa prej tyre ngatrojnë cilësinë e pjesëtarit të forcave të sigurisë në atë të militantit partijak, duke u kundërvënë në mënyrë individuale dhe personale parlamentarëve të këtij vendi. Prandaj, ju lutem, të gjithë kemi një parti nëpërmjet së cilës vim në parlament. Po këtu në parlament, pavarësisht se jemi me përkatësi partijake, pavarësisht se dikush ju ka emëruar në këtë qeveri, vim me një ndërgjegje dhe kemi detyrimin përballë kushtetutës, përpara se çdo detyrimi ndaj kujdo tjetër. Prandaj do të lutesha reflektoni, sepse jeta politike në një vend nuk mbaron me një mandat qeveritar apo me 2 mandate parlamentare. Shikoni një nga ish pararendësit tuaj në atë postë, ka ikur me epitetin e kimikut nga kjo sallë. Me këtë dëshironi të ikni edhe juve. Aq më tepër që jeni edhe një zonjë. Që kur një fëmijë 14 vjeçar, që nuk mund të manipulohet nga askush, del dhe thotë se është përdorur dhunë, më kanë gatuar forcat policore në kokë, juve na thoni se është shoqëruar në bazë të gjitha rregullave në një moment që duhet urgjentisht, sapo e pat në media televizive, të kishit urdhëruar kontroll administrativ në rastin më të mirë. Zonja dhe zotërinj, diskutojmë një akt normativ i cili tregon çfarë? Se ne jetojmë në një situatë ku qeveria improvizon. Do dali dikush se kanë shprehje në majtë gjuhës, po kjo ndodh në çdo vend evropian. Po, kudo mund të rishikohen buxhetet. Po jo aq herë sa e rishikoni juve buxhetin në harkun e një viti. Dhe shikoj, dhe do dëshiroja të ishte ashtu. Një ekonomi në lullëzim, shifrat më të larta të rritjes ekonomike. Një buxhet
nga më të ultit. Cili është qëllimi i ekonomisë? Janë shifrat? Janë tregusit? Apo është mirëqenia e qytetarëve? Le të shohim dy aspekte. I ka përmendur kolegi e nderuar zonja Tabaku në vazhdimësi, më lejoni ti përsëris. Cila është e ardhura për frym për qytetarin shqiptar krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian? 35%. Sa 1/3. Nëse qytetari shqiptar ka të ardhurën X, mesatarja e Bashkimit Evropian është 3 herë më e madhe. Thot, nëpërmjet insinuatash, kryeministri juaj i nderuar, se në Shqipëri ka dhe ekonomi informale, e të tjera, e të tjera. Le të shikojmë tregusin tjetër, që nuk e fsheh as ekonomin informale, treguesin e shpenzimeve individuale me fuqin blerës. Jemi sërish në 42% e mesatares së Bashkimit Evropian. Të fundit në këtë tregues në të gjithë kontinentin Evropian, ndërsa në të ardhurën për frim jemi të fundit aty me Bosnjën, herë duke a kaluar, herë duke na e kaluar. Për çfarë arritjesh mund të flitet? Për çfarë jeni 13 vjet në qeveri? Shkoni dhe vizitoni dhe reklamoni në rrjetet sociale dhëmshurinë tuaj për familjet në nevojë. Çfarë keni bërë për ta? Siç i gjetët kur morët pushtetin në vitin 2013, më keq po i lini në vitin 2026 që largoheni nga pushteti. Vetëm spekulim, vetëm mashtrim, vetëm hajdutëri, vetëm korupcion. Dhe këto jo si fenomene sporadike ansore të ngritura në sistem, juve vidhni me çdo ligj, juve vidhni me çdo projekt, juve vidhni me çdo vendim, në nivel lokal, në nivel qendror. Juve e keni kthyer korrupsionin edhe në instrument të politikës së jashtme. Gjëra të pa dëgjuara, gjëra të pa precedenta. Prandaj do të ishte e ndershme nëse realisht ka mbetur qoftë edhe një fije ndërgjegjeje që ju shkëput nga militantizmi partijak, të na thoni, me këto rritje galopante të çmimeve gjatë këtyre viteve të fundit që prekin çdo familje dhe çdo individ, sa të ardhura shtes nga TVSH-ja kishte buxheti i shtetit? Si i administruat këto? Sa shkuan për shtresat në nevojë? Sa për pensionistët? Sa për qytetarin e thjeshtë? Si mund të shpjegohet, zonja dhe zotërinj, se shikoj dhe disa reagime nga deputet të rinj, çfarë u thoni njerëzve që ju kanë votuar për t'i bindur? Përse në Bullgari, që është një vend i Bashkimit Evropian, karburanti shitet me 1.4 euro, në Shqipëri shitet 1.7. Si do t'i thoni se në Rumani shitet 1.5, në Shqipëri shitet 1.7. Dhe kështu me radhë. Për sa kohë ju mendoni se maska e bamirësit mund të fshehë fytyrën e mashtruesit e të grabitësit? Prandaj, zonja dhe zotërinj, mos bini pre e atyre që keni në krye, sepse jeta parlamentare është e shkurtër, jeta njerëzore është e gjatë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Dule, ka kërkuar fjalën për procedurë zoti Bardhi, për fjalën e radhës të përgatitet zoti Balla, më pas zoti Mziu. Faleminderit zonja nënkryetare. Në fakt, ministra e Brendshme fshihet ku i kërkohet të flasë, pastaj vjen flet kur i vjen mesazhi që duhet flasë, mbaron fjalën dhe pastaj largohet. Është më shumë se irrituese, besoj për çdo deputet ndershëm në këtë kuvend,
por e mirëkuptueshme për regjime kriminale si Shqipëria, që konsiderosh krim të drejtën kushtetuese të qytetarëve për të protestuar dhe të konsiderosh arritje vjedhjen e kësaj qeverie. Por sigurisht që për çdo regjim në fund i vetmi mjet që i mbet në dorë, pasi kanë flakur tutje ligjin, është dhuna. Dhe zonja që foli këtu mendon që do të trem qytetarët të kërkojnë drejtësi edhe të kërkojnë një qeverisje në shërbim të tyre, duke kriminalizuar policinë. Unë e di që ajo nuk e drejton policinë e shtetit, është vënë aty për postën, zjarfiksin e shërbime tjera. Policia drejtohet nga një krye kriminal si Ilir Proda, zonja kryetare, dhe ajo duhet vi këtu dhe t'jap llogari që si ka mundësi që policia e drejtuar nga ky krye kriminal përdoret për të rrëmbyer biznesmen, jo më të mitur. Çai kanë të miturit këta? Policë të shtetit kanë rrëmbyer biznesmen, e thot prokuria e posaçme. Po si ka mundësi flet deputetja e Vlorës atje në fund? Po pse është mbyllur hipoteka e Vlorës? Sepse policia e shtetit nuk garanton dot institucionet publike. Krimi organizuar çdo ditë në hipotekën e Vlorës dhe ka detyruar drejtorin e përgjithshëm të hipotekës të zhvendos stafin nga Vlora në Tiranë, sepse policia e zonjës nuk i garanton dot në krye të detyrës funksionarët e këtij shteti. Dhe ju vini flisni këtu për ligj, vini flisni këtu për krime që pas kanë kryer protestuesit se kanë ushtruar drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar, pse nuk flet ajo që po mbyllet hipoteka në Vlorë? Se ka 3 vjet që nuk mbush dot një muaj një drejtor hipoteke, se nuk ushtron dot i lirë detyrën. Sepse policia që drejtonte apo presupozohet drejtoi zonja është shërbim të krimit organizuar, jo të qytetarëve, jo të funksionarëve ndershëm këtij vendi. Për këtë duhet vit flasja ajo. Jo për mesazhet që i çon nga Arratia, në shpinën e Soel Çelës dhe troplinëve, Ergyes Agasti që e ka vënë zonjën natë karrige dhe të na hiqet ne si ministre e brendshme. O zoti Bardhi, jeni kryetar grupi, jeni njohur shumë i mirë i rregullores. Çfarë lidhje ka kjo me procedurën? Ju lutem. Po ju lutem tani, se tani kështu, në qoftë se do vazhdojmë kështu me fjalime politike, ne nuk do arrijmë dot vazhdojmë me agjendën. Megjithatë, fjalën e ka zoti Balla, të përgatitet zoti Mziu. Për para se të them disa vlerësime që justifikojnë votën tonë pro sot aktit normativ, pa dashur të bëj replik me zotrin Dule, se do kisha dashur shumë që të bëja replik me një deputet Partisë Demokratike, jo me këta që e marrin mandatin qyll nga votat e demokratëve, por nga ata që realisht i kanë marrë votat nga populli demokrat. Sa i përket asaj që tha zotri Dule, i cili u ankua, dhe këtu u ankua në emër të demokratëve, për atë që ka bërë policia e shtetit në protestën e fundit. Një gjë duhet të dini mirë ju pak demokratë që keni ngelur këtu në sallë. Të paktën gjatë muajve janar, mirë është të mos përdorni fjalën protest dhe fjalën dhunë. Se çdo shqiptari i vjen në memorje 8 janari i 2022, kur ca prej jush në këtë sallë luftonin kundër ca prej jush në këtë sallë. Dhe kujtoj njoftimin e prokurorisë dhe të policisë shtetit pas 8 janarit, u njoftua që u arrestuan 34 qytetarë
për dhunë, 18 ishin të krahut të Sali Berishës, 16 të krahut të Lulzim Bashës. Krahu i Sali Berishës akuzohej se kishin përdorur varre, shkall, leva, çekiç, trapan. Për këtë akuzoheshin 18 protestues nga krahu i Sali Berishës. Nga krahu i Lulzim Bashës, nga njoftimin që kam përpara i prokurisë në ato kohë, është përdorur gaz lotësiellës, thuhet në atë njoftim, e pash tani nga mediat online. Tani, po shoh se ti ke qenë ke krahu lart. Pastaj zbrite ke krahu poshtë. Një gjë është e sigurt që do hypish krahu lart, sepse ti hypën lart zbret poshtë. Tani, zonja dhe zotrinj deputet, zonja kryetare e seancës, është një zhurmus, mund të mbyllni pak gojën një zhurmusi? Unë po e ndërpres fjalën time derisa ju të vini rregull në sallë. Lutem, zoti Bardhi, ju lutem. Sepse dhëmb, e vërteta dhëmb, edhe kur hipën lart, edhe kur zbret poshtë, edhe para, edhe mbrapa. Zonja kryetare, mund të kërkoj 5 minuta pushim derisa të vini rregull në sallë? Jo, zoti Bardhi, ju lutem. Do ushtroni ju ato detyrë. Vazhdoni zoti Balla. Ju lutem. Tani për ligjin po flas. Sa i përket policisë shtetit, policia e shtetit meriton respekt për detyrën që ka bërë për të mbrojtur institucionet. Thirrja ime për ju, deputetët e Partisë Demokratike, është të mbështesni punonjësit e ndershëm të policisë shtetit, ata që kryen detyrën me ndershmëri çdo ditë, çdo lloj forme dhune kundër institucioneve, si ato breshërit, njërin e kishte qitur aty mbuluar kokën dhe i cili i dukej vetja si Chuck Norris dhe që po qëllonte kryeministrin, një gjë bajate që se bëni dhe sikur kjo është një shprehje e gjithë urrëties, ndërkohë që nuk kishte as gazetar aty që nuk e dinte që ka i grupi aty në mes. Ishin ca fytyrë mbuluar, lapanjoz, të cilët kishin marrë urdhrat për të goditur institucionet. Dhe këta lapanyozët duhet përplasen, duhet përballen me drejtësinë. Këta nuk ka as parti politike që i merr në mbrojtje, sepse zotrote dhe kushdo tjetër që ju ushqen ata me para, për të goditur institucionet, duhet mbash përgjegjësi. Dhe kjo parti politike duhet të distancohet nga dhuna kundër institucioneve. Kjo parti politike bashkë me një matuf i cili duhet marrë përgjegjësi për këtë lloj inspirimi. Dhe lëri këto dënglati se bën si qeshara këtu, sepse ti ke qenë ai që ke bërë kallëzimin. Ti ke bërë kallëzimin për këta 18 që përmenda unë. Sigur se ke bërë edhe kallëzimin për Belind Kolliçin. Sigur ke bërë kallëzimin për Edmond Spahon, për Kongresin Madhështor të dhjetorit të 2021-shit. Unë jam ai që jam, edhe e kam për nder, kurse ti do të mbash përgjegjësi për çfarë mban para, çfarë mban mbrapa, sepse njerëzit mbajnë përgjegjësi për fytyrën e vet. Dhe mbajnë përgjegjësi edhe për gjithçka firmosin. Kryetar grupi që ka çuar për djegje penale nën kryetarin e grupit. Kryetar grupi që ka firmosur kallëzim penal për nën kryetarin e grupit. Ja ky është. Edhe zonja kryetare e kuvendit, nëse ke mundësi ta bësh detyrën, unë mendoj që duhet ta bësh, ose tani është një zhurmus që nuk le, ka një nen aty në rregullore. Ju lutem. Zoti Bardhi, të respektojmë. S'po flas dot, s'po marr dot. Nuk do flisni nga vendi, ju lutem. O zonja, unë ndërpres fjalën derisa ti të kesh mundësi të bësh rregull në këtë sallë.
Zoti Ndoja ka kërkuar fjalën për procedurë. Faleminderit zëra drejtuese e seancës, nderuar kolegë. Ne po dalim jashtë objektit të diskutimeve tona. E para gjua është fyse nga gjithë kolegët që po flasin. Ka nenën rregullore që duhet të tërhiqet vëmendja. Unë me të thonë drejtë nuk është se më drejtohet në një nga ato fjalët mua, po nuk e quajt arsyeshme se është në respekt as të sallës, as të seancës plenare. E kemi përsërit disa herë, këtu kalohet në fyrje personale thjesht për të prish seancën. Është shumë e thjeshtë për diskutuar për dy element kryesor ligjor dhe do kisha dëshirë t'ja bëja pyetjen gjithë kolegëve të Partisë Socialiste, problem ligjor në lidhje me këtë që po diskutojmë. A mundet që me akt normativ qeveria të ndryshojë një ligj që është ligji për buxhetin e shtetit që kemi miratuar siç miratuam këtë vit që po jemi në ushtrim? Pra e kemi thonë dhe në Komision të Ligjeve, kanë qenë dhe përfaqësuesi Ministrisë së Seancave dhe kanë pohuar që na qenë ka shpik një praktikë parlamentare, cila është kundërshtim me praktikën kushtetuese. Pra problem krejt ligjor. Ky është gabim shumë i madh. Kushdo që është jurist besoj që mund ta bëjë dallimin mes nenëve përkatëse. Nëse diskutojmë fare, ne themi kemi ca lek të cilat nuk janë shpërndar sipas buxhetit shtetit. Për arsye të caktuara, një ndër ato është fakti që institucionet kanë frikë që tenderojnë edhe të aplikojnë fondet për shkak se është spaku në lojë, drejtësia e cila ne kemi kërkuar dhe Partia Socialiste e thotë si trumbetim një ndër fitoret kryesore të saj. Ndërkohë që ne bëjmë akt normativ dhe ndërhyjmë me akt normativ që është rast jashtëzakonshëm, ndërhyjmë në mënyrë antikushtetuese për ndryshuar një ligj që është miratuar këtu në kuvend. Pra qeveria, një ndër pushtetet e pavarura, ndërhyn tek legislativi. Të më thotë në njërin nga juristët, nga kolegët tu që kanë praktikë parlamentare më të madhe se sa unë, ku e gjejmë bazën ligjore. Ne thjesht i kalojmë sepse s'duam ndjekim ato fonde që s'kanë qenë. Ndërsa për sa i përket fyrëve, për kushdo që të përdor gjuhë fyse, keni dispozita përkatëse, edhe mos na leni që të shkojmë debate personale. Kush ka ngarkesa personale, protesta apo diçka tjetër, unë jam i mendimit që në seancën e radhës, me qenë se ka kaluar afati që respektojmë rigorozisht për ditën e hënë deri në ora 14, seancën e ardhshme të bëjmë interpelancë edhe me kryeministrin, edhe me ministrin e Brendshme në lidhje me protestën, e t'i bëjmë ca pyetje në lidhje me shëndetin dhe jetën e qytetarëve që është rrezikuar për shkak të atij përdorimi të gazit plotësjellës. Faleminderit. Po, zoti Mile. E nderuar kryesuese e seancës. Është e papranueshme dhe është fundi i jetës parlamentare, kur një folësi nga foltorja i pamundsohet e drejta e tij për të folur. Edhe qoftë se është në cilësinë e deputetit thjesht apo aq më tepër qoftë se është në cilësinë e kryetarit të një grupi. Kjo do të thotë që mos kesh parlament. Për te i gjuhës fyese dhe ofenduese, arritja deri në pikën që mos ta lësh të arritë të shpreh fjalën e tij është fundi i jetës parlamentare. Ju lutem, unë kërkoj 5 minuta pushim derisa në sallë të vendosim qetësinë dhe të i kthejmë endin të ditës. Të ju lutem 5 minuta pushim. Po si? 5 minuta pushim e kërkuar nga grupi parlamentar i PS-së.